Turiani Hisko ka folur për pengjet profesionale dhe dëshirat apo xhelozit që kanë ndjerë prej ambicjes për gjatë karrierës së tij 20 vjeçare në media. Në podcastin e Dalina Abuzit, ai shprehua admirimin për punën e Dritan Hoxhës me Top Channelin, televizionin i vetëm në të cilin ai nuk ka hyrë ende, për një sër arsyesh që shpjegoi përgjatë intervistës. Një nga pengjet profesionale që kam është që nuk kam njohur Tan Hoxhën, në aspektin si struktur flas. Unë nuk kam shkuar akoma në Top Channel për ta mbyllur ciklin e plotë të televizioneve. Turiani u tregua i hapur edhe për emisione televizive të cilat ka pasur dëshirë t'i prezentoj, si Kënga Magjike, Big Brother dhe Top Fest. Kur unë shihja Top Festin, Këngën Magjike apo Big Brotherin, aty më kapte trishtimi. Arbana ka qenë fantastike, Ledioni ka qenë shumë i zoti në atë gjën e vet, Goni me Amin, me Xhemi kanë qenë shumë të fortë me Portokallin, Arditi s'diskutohet. I shihja dhe më vinte shumë inat, se dija që e kisha kapacitetin për ta kafshuar atë sken, thjesht më vinte shumë inat, të nesërmen pastaj kthehesha në punë. Të jemi sinqert, kur shihja Arbanën, Ledionin, kush e bënte Top Festin atëherë, ndihesha xheloz, shumë, sepse e dija dhe muzikën si funksiononte. Ndihesha xheloz në atë kohë, tani jo. Ika nga televizioni se nuk isha çfarë të bëja më, unë nuk kthehem më në televizion pa e patur punë të tretë.